Pas disa tentativave të dështuara për arrestimin e tij, shumë kërkuar Judhi Zalla ka përfunduar në pranga. Sipas burimeve, 49 vjeçari ishte prej disa ditësh në vëzhgimin dhe monitorimin e forcave operacionale. Për lokalizimin e tij janë përdorur edhe dronë të specializuar, bajraktar, të cilat kanë ndihmuar në identifikimin e vendodhjes së të kërkuarit. Lajmi për arrestimin u bë ditur nga ministri i Brendshëm Besford Lamallari, i cili përgëzoi policinë për operacionin. Arrestimi i Zallës vjen vetëm një ditë pasi në banesën e tij u sulmua me tritol. Nga shpërthimi banesa u dëmtua, ndërsa automjeti i tij tip Benz u shkrumbua. Ngjarja ndodhi të shtunën në mbrëmje, ndërsa policia u njoftua të dielën nga bashkëshortja e Zallës, e cila ndodhej në Itali. Që në momentet e para të hetimit, një nga pistat e ngritura nga hetuesit ishte se autori vendosjes së lëndës plasase mund të ishte vetë Zalla, një dyshim që 49 vjeçari e ka mohuar. Ai ka deklaruar se nuk ishte vendosur tritol dhe ka akuzuar policinë si dhe personat e lidhur me krimin organizuar se po tentonin ta eliminonin. Zalla ishte shpadur në kërkim që prej nëntorit 2025, fillimisht si dyshuar për lidhje me atentatin e Rinasit, ku mbetën të vrarë Gilmando Dani dhe Muçi Shaliani. Në banesën e tij është zbuluar një arsenal armësh, ndërsa më pas ekspertiza e kryer për këtë ngjarje rezultoi se nuk ishte prova që ta lidhin Zallën me atentatin. Megjithatë, hetimet ndaj tij vjuan me episode të tjera. Në 20 shkurt të këtij viti, në banesën e Zallës u gjet një tjetër arsenal armësh, për të cilën dyshohen se përdoroi për furnizimin e grupeve kriminale. Në një tjetër operacion në muajin mars, në oborrin e banesës u zbuluan municion luftarak dhe 14 fitila zjarr për cjellës, ndërsa në 23 qershor, gjatë një tjetër tentative për arrestimin e tij, policia i gjeti një pistolet me fishek, një celular dhe një detektor frekuencash. Historia e përplasjes së Zallës me drejtsinë shkon edhe më pas në kohë. Rreth 12 vite më parë, ai ishte arrestuar për prodhim bombash artizanale, ndërsa dyshohet edhe për përfshirje në prodhimin dhe shitjen e drogës. Në atë periudhë, autoritetet kishin ngritur ndyshime edhe për lidhje të mundshme me grupin ISIS dhe rekrutimin e shqiptarëve për xhihad. Tashmë pas arrestimit pritet që hetuesit të thedhojnë verifikimin për të dokumentuar rolin e 49 vjeçarit në episodet dhe për të cilat është hetuar ndër vite, përfshirë arsenalin e armëve dhe municionet të zbuluara, si dhe çdo lidhje të mundshme me atentatin e Rinasit.